Harta e përmbytjeve në qarkun e Shkodrës vijon të mbetet e njëjtë ndonse shirat e të shtunës ja lanë vendin për pak kohë diellit mëngjesin e të dielës. Shkodra dhe zonat përreth sërish janë në pushtetin e ujit. Situata në lagjet periferike Xhabie, Topan, Ajasëm, Baçallëk dhe Salo Haliti është kritike. Uji është në nivelin e 1,50 centimetra. Përpasoj, akset rrugore në këto zona janë të kalueshme vetëm me varka dhe mjete të rënda. Ndërkaq shtabi i emergjencave i mbledhur në mbrëmje vlerësoi se aktualisht situata është nën kontroll të plot. Do ta konsideroj në kontroll, jo duke qenë të kënaqur me situatën në cilën ndodhemi, sepse janë me dhjetra mirë banorët të cilët ndodhen në ujë, por duke patur parasysh punën e jashtëzakonshme që është bërë për të mos patur një situatë shumë më të vështirë. Në tërësi, i gjithë ky operacion humanitar vjen duke u perfeksionuar. Gjatë natës, por edhe mëngjesin e së dielës, forcat armatosura, reparti Renea si dhe ato të policisë së Shkodrës vazhdojnë të ndërhyjnë për të transportuar banorët që kanë mbetur të izoluar në shtëpitë e tyre. Komuna e Dajçit si dhe ajo e Velipojës janë të bllokuara dhe në fshatra arrihet vetëm me varka. Vetëm sot autoritetet kanë evakuuar nga kjo zonë 271 persona. Sot është operuar nga uji dhe nga ajri në gjithë komunën e Dajçit. E domosdoshme është që banorët të grumbullohen në pikat e caktuara nga kryetari i komunës dhe kryepleq për evakuim dhe të vazhdojnë evakuimin. Furnizimi nuk është zgjidhje, evakuimi është vetmja zgjidhje për ta. Situata vazhdon të mbetet shumë e vështirë. Argjinatura rreth e qark Dajçit është qarë në 5 vende. Dajçi si komunë është në ujë dhe për përjashtim të këtyre 3 pikave, pra Rushkullit, Sukës, Dajçit dhe Pentarit, nuk ka asnjë vend tjetër që nuk është rrethuar nga uji, nuk është i përmbytur. Evakuimi ka vijuar edhe me rënjen e natës nga fshatrat Samrisht, Shirq dhe Deragjat, që mbeten të rrethuar nga uji. Autoritetet raportojnë për 14.000 hektar tokë në pushtetin e tij, 2.500 shtëpi të përmbytura dhe 12.000 banor të evakuuar. Për banorët sot janë shpërndar 2.700 pako ushqimore, 86 ton ujë dhe 660 batanie. Falëndimës edhe në kohë mbrëmjen e së shtunës është bërë i mundur shpëtimi i një gruaje shtatzën, e cila është transportuar në spitalin e qytetit. Sot në orën 6:30, në 4 kënaqë këtu me lundër, më ka falë Zoti djalin. Ka qenë edhe një polic i cili ju ka ndihmuar që Po. Për të sensibilizuar banorët, në meshën e mbajtur sot, i peshkvi i Shkodrës, imzot Angelo Masafra, i ka drejtuar një apel banorëve që të largohen nga banesat e përmbytura. Me gjithë këto vështirësi që kemi, s'ka asnjë dëntim, asnjë vdekur, më mirë mund të them, edhe fale Zotit, fale gjytërësia do nga angazhuar, edhe fale punës, të prekim gishtin kur na dhem. Kur shteti bën thirrje, shikoni, largohuni nga shtëpit. Pse nuk e dëgjoni, nuk kanë dëgjuar. Gjithashtu në këtë aksion, sensibilizues janë ofruar dhe kompanit private Red Bull, Ama, Aiba. Bordi drejtuesi i kompanisë tonë me porosit veçantë të presidentit tonë Zotit Agim Zeqo, vendosim që të ndihmojmë qytetarët e Shkodrës në zonat e përmbytura që kanë nevojë në këtë ditë fatkeqësie.